çka është konzorciumi e çka është kompania vetme. Ko të bëjmë me grup të operatorëve ekonomik konzorciumi, jo me një operator. Tash hajde t'ju tregoj një shembull. Do thotë kjo rreth ARBK-s dhe pretendimeve do thotë ka marr pjesën e informacioneve shtesë krejt janë pa vërtet ato aludimet. E njëjta është procesi i konsorciumit, i konsultova dhe ekspert. Edhe atëherë thëshin ka themelu do thotë biznes e ka ditja ka mundsu ministri dhe fitore Pacolli. Biznesi 50 më vonë nuk duhesh me qenë Einstein, ajo shihet në ARBK. Tash ti pretendimi është që kjo nuk është kompani, edhe pse që ku e keni lip kësë SHPK. SHPK. Por konzorcium. Hajde tash, kalot e faqa tjetër që tregoj pse as kjo është e vërtetë. Gazetori Lirim Mehmeti dhe ministri detyre Ministrisë së Bujqësisë Fatën Peci janë përfshirë një përplasje të ashpër publike në lidhje me një kontratë që ka të bëjë me funksionalizimin e objektet për punimin e nënprodukteve shtazore. Ministri Peci po thotë që kjo kontratë është lidhur me një konzorcium, përderisa gazetori Mehmeti po thotë që është lidhur me një kompani të vetme. Kjo për shkak se kjo kompani është hap 5 ditë masi ka ndodhur shpallja publike dhe gazetori po supozon që ka qenë përgatitur terreni që kemi fitu kontratën. Po çka është konzorciumi e çka është kompania vetme? Në manualin për operatorët ekonomik të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik shkruan kështu: grupi i operatorëve ekonomik apo konzorciumi. Nëse një përdorus zgjedh opsionin të oferta për grupin e operatorëve ekonomik, duhet me i përcaktu këto kritere. Domethënë, ka të bëjë me grup të operatorëve ekonomik konzorciumi, jo me një operator. Tash hajde t'ju tregoj një shembull, qysh kompania Jaguar Security ka fitu 2 kontrata si vjet, po njërin e ka fitu vetën si operator ekonomik e tjetrën si konzorcium. Hajde me ofërgend. Te kjo kontrata me Kuvendin Komunal të Prizrenit shkruan grupi i operatorëve ekonomik Jaguar Security SHPK dhe Skëfterat Live. Pra këtu kemi të bëjmë me grup të operatorëve ekonomik që në ligj për prokurimin publik grupi i operatorëve ekonomik emërtohet ndryshe edhe si konzorcium. Fokusu gend grupin e operatorëve ekonomik edhe konzorciumin si me ditë me bo dallimin. Grupi i operatorëve ekonomik është konzorciumi, që ku është grupi i operatorëve ekonomik Jaguar Security. Ndërsa në kontratën tjetër, po ashtu me Kuvendin Komunal të Prizrenit, është Kuvendi Komunal i Prizrenit Jaguar Security, ofruesi shërbime, pra nuk është grupi i operatorëve ekonomik. Pra, përmesin grup i operatorëve ekonomik, duhet me marrë pjesë 2 ose ma shumë kompani në një shpallje publike ose një tender publik. Kur merr pjesë vetëm një kompani, atëherë ajo është operator ekonomik, një operator ekonomik. Dërso grupi i operatorëve ekonomik përbohet prej 2 ose ma shumë kompanive. Ku qëndron po enta që ministri Peci po thotë që ka ardhur një kompani prej jashtë. Hajde gënd të shpjegojna më afër. Kompania që ka fitu tenderin është Lip KS SHPK. Edhe kjo kompani është themeluar me datë 23/9/5 ditë masi që është bë thirrja publike. Tash, ministri Peci po i referohet një kompani italiane që ka ardhur. Kjo kompania italiane është veç aksionare me 40% në këtë kompaninë që ka fitu tenderin. Pra, kjo nuk ka konkurruar si kompani e vetme me kapitalin e vet, më bëu konzorcium. Po kjo kompania italiane me 2 operatorë vendor e kanë formuar një kompani, një SHPK. Kompani shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Hajde gënd më ofër edhe një herë. Që ku është kontrata tash, kontrata në nënshkruar, Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë, Zhvillimit Rural, Agencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, autoriteti kontraktues, ndërsa kompania fituese është Lip KS SHPK, nuk ka grup të operatorëve ekonomik, ka vetëm operator ekonomik. Pra edhe një herë me shpjegu, konzorciumin ose grupin e operatorëve ekonomik e përbojnë 2 ose më shumë kompani, të cilat në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve kanë numra unik identifikues të veçantë, nuk janë një kompani. 2 kompani të ndryshme, me kapital të ndryshëm, 2 subjekte të ndryshme juridike, kur dojnë me ofertu në një tender të caktuar, në një ofertë publike, atëherë i bashkojnë forcat edhe aplikojnë për shkak se zakonisht njëna e vetme nuk i plotson kriteret. Pra, kjo kompania italiane, Lipi Italia 2000, cilës i referohet ministri Peci, nuk ka aplikuar kënë tender.
Kjo vetëm është aksionore e kompanisë LIP KS ETSHPK. Është 40% aksionore kjo, 40% është aksionor Naser Maluku, edhe 40% është aksionor një kompani tjetër, Arses Bau. Që kjo është krejt sapota me spjegu për me bo dallimin mes konsorciumit dhe një kompanije, pra përshirni edhe vetë që kompanija që ka fitu të nderin është e H50 mas shkollës publike dhe nuk është konsorcium. Është një kompani e re, e cila përzigjet vetëm me kapitalin e vetë ka rshi detyrime në këtë kontrolë publike.